dua të them që është më së e vërtet, pasi flasim për një kompozitor të paharrueshëm, për një kompozitor që e keni dëgjuar edhe muzikën e tij, gjithë të dark, natë shumë bukur muzikore, me pjesë nga të gjitha gjinite muzikore, edhe ka një muzikë të papërshkrueshme, e ka të dhimbshme, e ka happy, e ka dramatike, i ka të gjitha gjanat, të gjitha bukuri, colorful komplet. Shumë bukur. Nga ana nga veprat për orkestrale, ashtu për veprat vetëm për harqe, si që keni dëgjuar edhe vetë edhe për piano, unë luajta sot vetëm pak pjesë, nga suita për piano, edhe pastaj shumë gjëra tjera. Ju dini më shumë se unë e tham drejtën, për mua ka qenë një nder, një kënaqësi shumë e madhe, që pata me të vërtetë nderin që dirigjova muzikën e Tishdajis. Kur do të jetë koncerti i radhës i Orkestrës Simfonike dhe për kratë cilit artist, sepse dim që keni një artist të rëndësishëm në Qershor, apo jo? Po, nuk e dia mund ta them me emrin. Ma mirë ta lajmë kështu mister. Po në datën 20 qershor do jetë koncerti i ardhshëm, po ta lejmë këtë misterin, okay?